Territori shqiptar për datën 22 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët dhe vranësira të pakta kalimtare. Në zonat malore verilindore pritet të ketë mjegull të lehtë në orët e para të mëngjesit, ndërsa gjatë ditës moti do të jetë i qëndrueshëm dhe me diell në të gjithë territorin. Nuk priten rreshje shiu. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 24 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 7 deri në 8 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit do të arrijë deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 22 tetor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 22 tetor do të jetë në orën 6:53, ndërsa perëndimi në orën 17:57 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 20 gradë Celsius. Kukës 7 deri në 16 gradë Celsius. Peshkopi 7 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë 10 deri në 23 gradë Celsius. Durrës 13 deri në 23 gradë Celsius. Kavaj 12 deri në 22 gradë Celsius. Elbasan 10 deri në 22 gradë Celsius. Berat 10 deri në 23 gradë Celsius. Korç 7 deri në 17 gradë Celsius. Vlorë 13 deri në 23 gradë Celsius. Gjirokastër 10 deri në 22 gradë Celsius. Sarandë 14 deri në 24 gradë Celsius.